Klodi, fjala është për ty. Përshëndetje Sonila, përshëndetje gjithë ndjekësve të Hora News. Në fakt është spektakolare që çfarë po ndodh sot në Tiranë, sidomos në perimetrin e stadiumit, por edhe përtej. Dhe për thënë të vërtetën, rreth zonës së piramidës ka një atmosferë që ju e përcollet, besoj edhe pak më herë për do të keni komunikim edhe me kolegun Vatnikaj atje, për të parë atë se çfarë janë duke bërë tifozët shqiptarë, sa e duan ata këtë ndeshje, por mbi gjitha sa e duan ata kombëtarët shqiptarë të futbollit. Dhe është bukur ta shohësh sot kryeqytetin të veshur kuqezi gjithandej. Ne jemi vetëm pak metra larg stadiumit, Sonila, aty ku pak minuta më vonë, besoj, sepse ndryshe nga herët e tjera, do të ketë një lloj përcaktimi ndryshe të organizimit të tifozëve, bashkangjitur dhe me masat që janë marrë. Pra do të kenë më shumë orë në dispozicion dhe do të futen shumë më herët nga sa futen zakonisht në ndeshjet e tjera ndërkombëtare dhe jo vetëm. Kjo, pasi janë disa hotspot, le të themi kështu, kontrolli në mënyrë që të shmanget çdo gjë sa është e mundur në mënyrë që të mos futet sendi pa ligjshëm. Federata Shqiptare e Futbollit pak orë më përpara ka dalë edhe me një komunikim publik në rrjetet sociale duke u sugjeruar tifozëve ato sende të cilat janë të ndaluara, por mbi të gjitha simbolet të cilat kanë mesazhe jo të mira dhe që shkojnë përtej futbollit. Megjithatë, Sonila, vlen të theksohet fakti që ndryshe nga herët e kaluar, nëse vëmendja gjithmonë ka qenë e përqendruar pikërisht aty në stadium, këtë herë besoj dhe kam përshtypjen që do të jetë në dy pika kryesore. Ajo e stadiumit, patjetër, ku në orën 20:45 do startojë ky takim shumë i rëndësishëm i kombëtarëve shqiptarë të futbollit, por po ashtu edhe në një prej ambienteve pranë piramidës ku janë vendosur tifozat kuqezi, ata të cilët nuk e kanë përcjell mirë këtë vendim për të mos qenë sot pranishëm në stadium, por kjo duket se nuk i ka penguar as pak për të qenë në mbështetje të kombëtarëve shqiptarë të futbollit. Kanë ngritur atje një infrastrukturë shumë të mirë, le të themi kështu, në mbështetje të kombëtares shqiptare, prandaj thashë që vëmendja do të jetë e përqendruar edhe atje për të parë se si do ta mbështesin ata Shqipërinë. Ka një mobilizim të forcave të policisë si asnjëherë më parë, me thënë të drejtën, Sonila, janë sikundër kemi përmendur edhe përmes kronikave televizive në ditët e kaluara. Janë mbi 2000 forca policie në zona të ndryshme që do të sigurojnë mbarvajtjen e këtij takimi. Para, gjatë dhe pas kësaj ndeshje. Vjen kombëtarja e Serbisë, është hera e dytë në fakt që vjen në Shqipëri. Në 2014 jemi ndeshur në Elbasan Arena në atë kohë, ndërsa sot luhet në stadiumin Air Albania, ku do të mirpres 23.000 tifozë. Stadiumi është pak por e sigurt, thuhet që është plot e përplot nga qytetarët të Shqipërisë, nga qytetarët të Kosovës, nga Maqedonia e Veriut, nga të gjitha trevat shqiptare, të cilët që prej orëve të para të mëngjesit të sotëm kanë zbarkuar si një lum kuqezi në mbështetje të kombëtares shqiptare të futbollit. Do të jetë një atmosferë, besoj, e zjarrt, e mirë, shpresojmë, dhe tashmë detyra e tifozëve i ka kaluar ato pritshmëritë që në këtë orë, imagjino më pas se çfarë atmosfere zjarrt do të jetë. Dhe e them këtë për t'ia lënë pastaj detyrën djemve të Silvinjos. Dhe një kuriozitet shumë i madh, të cilin do ta shohim rreth orës 7:30, 19:30 mbrëmjes sot, me besoj pak a shumë, me formacionin, me ata se cilët do të hedhë 11 startuese trajneri Silvinjo. A do të qëndroj besnik 11 me të cilën ka luajtur në shumicën e ndeshjeve ndërkombëtare, apo do të ketë ndoshta ndonjë element tjetër që duke ju përgjigjur dhe kundërshtarë, që duhet thënë, Sonila, kemi kundërshtarë të fortë, me lojtarë të cilët janë profesionistë, luajnë me ekipe të mëdha në Europë, po dhe ne nuk jemi më pak. Kujtojmë këtu Aslani, që është në kampion Europe në Champions League me skuadrën e Interit, Armando Broja, që ka luajtur vazhdimisht në elitën e futbollit anglez, por po ashtu edhe Gjimshiti, që ka fituar disa kupa europiane dhe jo vetëm me skuadrën e Atalantës, me gjithë lojtarët e tjerë që ka element, dhe kjo është evidentuar dhe përmendur dhe nga vetë tekniku i Serbisë në konferencat për media, si në Serbi ashtu edhe ditën e djeshme, duke respektuar shumë kundërshtarin, duke ditur se çfarë është i aftë të bëj. Kemi dy eksperienca në Europian, një në 2014 dhe një në Europianin e kaluar, sidomos në këtë të fundit ku përballëm me 3 ekipe nën kampione bote, kampione bote dhe Europë, po ashtu siç ishte Italia, Kroacia, por edhe skuadrat tjera, dhe dolëm edhe me pika.